Nëse unë mund të quaj veten hoxh ose dikush më thotë hoxh, falënderes për jush për tyre, por e ka filluar nga vetja. Se joshja është rreziku më i madh që mund t'i kanosë njeriu. Dhe për këtë shpirtër unë kam bërë theksin aty, që hoxha i Rahmanit është hoxha që është i lidhur me Kur'anin dhe vepron sipas Kur'anit. Shumë shembull historik kemi që hoxhallar me dije, kanë ditori, kanë njohuri të mëdha. Hafiza kuptohet, hadithe marrin përmes një numër të madh, vjersha, poezia, gjahilia nga më vonë. Por fatkeqësisht jeta materiale i mashtron. Dhe ato, po t'i thush, ose po t'i avesh në duke, thotë jo, bëhet mëfti i vetes. Rrezikshmëria e madhe është tek hoxhallarët kur ne bëhemi mëfti të vetes. Thotë, e meritoj unë. Pse jo mos jem mëfti unë? Pse mos jem kryetar ku diun atje? Pse mos të jem për të fol, mashallah, fjalorin e kanë pasur, eloquent, për të fjalën që përdorni ju, dhe i njohë ngjarje të mirë. Edhe këty me këtë dhe po t'i thush nuk e pranon një gjë të tillë dhe i duket se ai është në pozicionin e duhur. Por çdo pozicion vjen momenti që testohet, provohet. Çdo pozitë. Pra pozita është testi ose sprova më e madhe. Që ju ke për shembull hoxhallar që kur nuk kanë pozitë, më një qëndrim shumë të qartë dhe nuk bëjnë lëshime. Kur i afrohet pozita dhe ai bjen prej e pozitës, e shef se nuk është i njëjti si ishte përpara.